إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi I qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta I dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht të përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën vlera e faljes dhe përcjelljes së xhenazes, pra kufamës. Vëllezër të dashur, nga rregullat që kanë të bëjnë me të vdekurin është edhe ajo se xhenazja duhet të mbështjellet mirë dhe bukur, të shpejtohet në varimin e të vdekurit, përveç se nëse vonimi është I nevojshëm që të qëndroj një kohë të gjatë pavarosur është shkrit në rregull, nëse është e nevojshme. Si dhe të mos I varosim të vdekurit tan natën. Nga rregullat tjera është edhe ajo se gratë është e urryer me kruh të prezantojnë dhe përcjellin pra kufamën. Nga farzet kifaje çtash, obligimet kolektive karshi të vdekurit është edhe falja e namazit të xhenazes dhe përcjellja dhe varimi I xhenazes. Nëse ne prezantojmë në faljen e namazit të ndonjë xhenazeje, padyshim që kjo është një vepër jashtëzakonisht e shpërblier nga Allahu xhelle shanuhu, mirë po nëse ne qëndrojmë deri në përfundimin e varimit, pra e falim xhenazen, e përcjellim dhe qëndrojmë derisa të përfundoj komplet procedura e varimit, ne kemi edhe më shumë vlera dhe mirësi nga Allahu I lartësuar. Një nga ato vlera që ne të motivohemi që kur të dëgjojmë se ka dikund xhenaze, namaz xhenazje dhe varim, që të shkojmë të prezantojmë atje, pejgamberi selam duke na motivuar, ai na tregon neve vlerën e faljes së namazit të xhenazes, përcjelljen e saj dhe varimin e saj. Pejgamberi sa më thotë kështu: Men shahida al-janaza hatta yusalla alayhi falahu qirat. Kush prezanton në një xhenaze dhe e fal atë xhenaze, ka mirësi sa një qirat. Wa men shahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Nëse qëndron derisa të varoset, I ka 2 qirata nga mirësi. Qile wa mal qiratan, u pyet për selam, çfarë janë këto qirata ja Rasulullah? Qal mathalul jabalain al-azimain. Janë sa 2 kodra të mëdhaja. Në një transmetim tjetër, sa 2 kodra të Uhudit kemi mirësi. Nëse veç e falim sa një, nëse presim sa 2 kodra të Uhudit. Mirë po, përveç që ne përfitojmë nga falje e namazit të xhenazes dhe përcjellja dhe varimi I saj, po ashtu përfiton edhe vet I vdekuri nga numri I madh I atyre që prezantojnë në faljen e ty, sa që ka hadithe që na tregojnë vlerën apo dobin e të vdekurit nga persona që e shoqërojnë faljen e xhenazes së ti, padyshim që pranohet njëna nga lutjet e atyre është shumë domethënëse për të vdekurin. Pastaj gjatë faljes së namazit të xhenazes ne duhet të rreshtohemi
dhe nëse është e mundur të bëjmë 3 rreshta, kështu i bënte pejgamberi alayhis salam, po nëse ka më shumë njerëz, asgjë nuk ka të keq që të bëjnë 4, 10 ose sa është e nevojshme. Ndërsa forma e faljes së namazit të xhenazes, sipas medhhebit Hanefi është kështu. Imami qëndron në drejtim të gjoksit të vdekurit dhe i vdekuri duhet të jetë i kthyer ana e djathtë e tij në drejtim të kibles. Dhe atëherë e bëjmë niyetin. E bën edhe imami duke thënë e bëj nijet ta fali namazin e xhenazes për këtë të vdekur, për hir të Allahut u drejtova ka kibleja, xhamati e bëjnë njëjtë, përveç se xhamati e shtojnë edhe ju lidha apo ju drejtova imamit, pra me imam. Pasi bëhet niyeti, namazi i xhenazes i ka 4 tekbire, Pasi e bëm nijet, edhe themi Allahu Ekber, i ngrisim duart njëjtë sikurse në namazet tjera, edhe e lexojmë Subhaneke Allahumme wa bihamdik wa tabarak esmuk wa ta'ala jadduk wa jalla thanauk, pra vetëm këtë e shtojmë, wa la ilaha gairuk. Pastaj imami merr tekbir, edhe xhamati po nuk i ngrisin duart as kokën as zhro, thjesht Allahu Akbar, edhe i këndojmë salavatet ibrahimie që i këndojmë në namaz. Allahumme salli ala dhe Allahumme barik ala. Pastaj themi edhe njëherë tekbirin Allahu Akbar, edhe bëjmë lutje për të vdekurin. Ajo lutje është kështu: Allahumme gfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumme man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumme la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Që do thot, o Zot, fali të gjallët nga ne dhe të vdekurit, të pranishmit dhe ata në mungesë, të vegjëlit dhe të mëdhenjt, meshkujt dhe femrat. O Zot, ati ndër ne që i dhurove jetë, udhëzoje bëje të jetojnë në islam, kurse ati që ja merr jetën, merja duke qenë me iman. O Zot, mos na ndalo për shpërblimit të ti dhe mos na bëj të humbur pas ti. Dhe pasi përfundojmë lutjen në tekbirin e 3, marrim tekbirin e 4, Allahu Akbar, japim selam nga ana e djathtë, Esselamu alaikum wa rahmetullah, pastaj nga ana e majt, Esselamu alaikum wa rahmetullah. Dhe ne kemi përgatitur këtë formë me këtë bashk lutjen, dhe me thonë, do t'ja u dërgojmë edhe në grup, edhe këtu do të mund ta gjeni te xhamia, list me formën e faljes së namazit të xhenazes. Pra, nëse dëshirojmë ta bëjmë një vepër, atëherë realisht duhet ta bëjmë pra ashtu siç jemi të urdhëruar. Lut Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tija të larta, të na bëj neve, t'i bëj dhe të gjithë besimtarët musliman nga ata të cilët Allahu i forcon në fen e tyre dhe e jetojnë jetën e tyre me islam. Ndërsa lutim Allahun xhelleshanuhu që të vdekurit ton dhe të vdekurit e mbarë muslimanëve ti mëshiroj me mëshirën e tij, ti fal dhe ti bëj nga banorët e Xhenetul Firdausit. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwat tawwabur rahim.